E kam vizituar rregullisht Shqipërinë për 14 vitet e fundit. Kjo marrëdhënie e qëndrueshme nisi kur udhëheqësi i atëhershëm i opozitës Edi Rama, ai sapo dal nga humbja e zgjedhjeve që ai pretendoi se ishin manipuluar, më kërkoi që ta ndihmoja në hartimin e strategjisë së tij për zgjedhjet e ardhshme. Ai fitoi ato me një shumicë dërmuese dhe u bë kryeministër në vitin 2013. Tani sapo ka fituar mandatin e tij të katërt në pushtet një arritje mbreslënse për çdo udhëheqës në botën moderne demokratike. Festimet nuk ishin mbaruar ende kur Rama priti samitin e fundit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë. Një shenjë se Shqipëria është ngritur vërtet në skenën ndërkombëtare. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan, Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, të gjithë liderët e vendeve të mëdha shkuan në një vend që shumica e kishin shmangur për dekada. Në fakt, Starmer ishte kryeministri i parë në detyrë i Mbretërisë Bashkuar që vizitoi Shqipërinë. Me një gjatësi të konsiderueshme, Rama ngrihej lart si fizikisht ashtu edhe politikisht mbi këtë ngjarje. Besimi i tij dhe i vendit që drejtoni ishte i dukshëm. 47 udhëheqësit evropian mbërritën në aeroportin me rritjen më të shpejtë pasagerëve në Europë. Ata u pritën me një film të krijuar nga inteligjenca artificiale në të cilin ata si fëmijë thanë njëri pas tjetrit mirë se vini në Shqipëri në gjuhën e vendit të tyre. Edhe Erdogan qeshi. Salla e ndërtuar enkas pra të samitit ishte zbukuruar me letër muri të bërë nga vizatimet me stilolaps që Rama, një artist përpara se të hynte në politikë, i bën gjatë procesit të punës. I gjithë samiti dërgoi një mesazh të qartë. Shqipëria nuk kërkon më thjesht një vend në tryezën e bisedimeve. Ajo është gati të ndihmojë në ndërtimin e saj. Perspektiva e antarësimit në BE deri në vitin 2030 është realiste dhe ka rëndësi jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Europën, sepse zgjerimi sjell me vete një siguri më të madhe dhe bashkëpunim më të thellë kundër paqëndrueshmërisë në Ballkanin Perëndimor dhe forcave të ligame në krye Rusinë, por antarësimi në BE nuk jepet vetëm bazuar tek ambicia, ai fitohet nëpërmjet vlerave demokratike, reformave dhe mbi të gjitha nëpërmjet sundimit të ligjit. Edhe këtu Shqipëria e ka një problem. Vitet e fundit ajo ka shënuar një përparim të vërtet në reformën në drejtësi, thelbësore për të riparuar dëmin e shkaktuar reputacionit të saj nga korrupsioni. Krijimi i SPAK-ut, strukturës speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ishte një hap i rëndësishëm. Ajo u krijua me mbështetjen e BE-s dhe SHBA-s dhe duke vepruar në mënyrë të pavarur nga qeveria ka prodhuar rezultate dramatike. Zyrtarë të lartë, ministra dhe deputet kanë qenë midis atyre që janë ndjekur penalisht. Pra SPAK e ka bërë të qartë se korrupsioni nuk është më një akt pa pasoja, por me pushtetin vjen dhe përgjegjshmëria dhe me pushtetin e ri gjyqësor vjen një barrë edhe më e madhe, të veprohet në mënyrë të drejtë, proporcionale dhe me transparencë. Kjo është edhe arsyeja pse ajo që po i ndodh kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj duhet të na shqetësojë të gjithëve. E kam njohur Veliajin prej aq kohësh sa e njoh edhe Ramën. Një kolegi i Partisë Socialiste dhe ish antar i stafit të Ramës, ai shihet gjërësisht si një pasardhës i mundshëm. Sipas SPAK-ut ai ka drejtuar një skem komplekse rishfeti dhe pastrimi parash përmes një rritje OJQ-sh, edhe kompanish të kontrolluara nga gruaja dhe vllai i tij. Nëse është e vërtet kjo është skandaloze dhe ai meriton të ndëshkohet, megjithatë ekziston një nëse e madhe, sepse ai po mbahet në paraburgim prej më shumë se 100 ditësh pa akuza, duke mos e ditur cilat ka të ngjartjen akuzat, ndërsa mbetet kryetar bashkie dhe pret vazhdoi të drejtojë kryeqytetin. Dhe e gjitha kjo nga SPAK, institucioni që synon të mbrojë sundimin e ligjit, jo ta kompromentojë atë. Reforma gjyqësore nuk mund të shndërrohet në tejkalim të sistemit. Lufta kundër korrupsionit nuk mund të bëhet mbulesë për veprime arbitrare. BE-ja nuk duhet mbyll syt, sepse nëse procesi i antarësimit do të ketë ndonjë kuptim, ai duhet mbështesë vetë vlerat mbi të cilat është ndërtuar bloku. Procesi i rregullt ligjor, integriteti i sistemit gjyqësor dhe respektimi të drejtave të njerëzit. Asnjë zyrtar, pavarësisht se sa i lartë është, nuk duhet jetë i imunizuar ndaj hetimeve për shkelje, por asnjë qytetar, edhe ai i profilit më të lartë, nuk duhet të ndalohet pa akuzë ose pa proces të rregullt ligjor. Jo në një demokraci, jo në një vend në rrugën drejt Europës. Ajo që pam në samitin e EPS-s ishte një vend që paraqiti kredencialet e tij europiane me një dinamizëm të vërtet. Por vendi i Shqipërisë në BE nuk do të sigurohet nga fasada apo fjalimet emocionuese, por nga përmbajtja e kredencialeve të saj demokratike. Edhe tani për tani ato po vijnë në provë. Prandaj është koha për qartësi nga Brukseli, nga shtetet anëtare, nga të gjithë ata që shqetësohen për të ardhmen e Europës. Ndalimi arbitrar nuk ka vend në një demokraci europiane, dhe nëse Shqipëria do të jetë pjesë e klubit BE-s, një qëllim që ajo ka të drejtë ndjek, si ajo ashtu edhe organet përgjegjëse për procesin e saj të modernizimit dhe antarësimit në Union, duhet të luajnë sipas rregullave të atij klubi dhe jo vetëm sipas politikës së tij, sepse tek e fundit sundimi i ligjit nuk është thjesht një kuti për të shënuar me X, është themeli për gjithçka tjetër.